vazhdojmë këtu, dhe Karandxha, besoj mirë kupton, se do kemi një lidhje telefonike me zotin Visha, cili do ta kem pak minuta dhe më pas ai do largohet, kështu që ne do jemi në studio gjatë. Zoti Visha, ju përshëndes. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën. Juve. Ndërkohë Regjia, më ndihmoni pak edhe me zërin në studio që të kenë mundësi të ftuarit ta dëgjojnë dhe zotin Visha. Zoti Visha, ju jeni njohur me çështjen e zotit Bariami. Cilat janë informacionet më të reja? Çfarë dihet deri më tani, sepse ne kemi edhe pyetje sa i përket qoftë dhe kallëzimit, kush e ka bërë atë dhe çfarë po ndodh me zotin Bariami? Po, për sa dëgjova kolegët i përshëndes, mirëmbrëma të gjithëve aty. Unë ndaj të njëjtin perceptim mbi faktin dhe të njëjtin interpretim mbi absurdin e tij. Pra në thelb, ai që duket si shqetësimi i parë publik, çka do të ishte në thojza një vepër penale e kryer nga avokati në seancën gjyqësore, është krejt e kundërta. Është një aksion penal i paligjshëm ndaj tij, i ndërmarrë nga pikpamja në shkrimit nga oficeri i policisë gjyqësore në Elbasan, që e thret një ditë pas ngjarjes me fillimisht kërkimin për të sqaruar gjën dhe për të biseduar informalisht atë. E më pas, mbas 4 orësh që ka mbajtur në zyrë, vendos ndalimin me iniciativë të tij. Kjo është absolutisht e paligjshme dhe absurd në vetvete. Jo vetëm se në thelb oficeri i policisë gjyqësore lejohet të ndalojë me iniciativë vetëm për raste të mëndshme dhe ku nuk ka mundësi të kontaktojë me prokurorin, po dhe për tërësinë e dinamikës së gjës, ajo që ka bërë publike tashmë që nga, si thua, debati në gjyq, verbi i konsumuar nga avokati që është konsumuar padrejtisht, është konsideruar padrejtisht si një vepër penale, pra të thënurit se do merren personalisht me kallëzim penal ndaj prokurorit dhe oficerëve që kanë kryer një akt në vlerësimin e avokatit si të paligjshëm, është shitur nga pikpamja e aksionit institucionit shtetëror si një kërcënim për jetën, pra përvrasje apo plagosje të rëndësishme kundër e do ligje e logjika të jetë kanosja. Kjo është absurde dhe e pavërtet në thelb, e pamundur për të prodhuar një aksion penal të këtij lloji, një heqje lirie të avokatit, duke përbërë në vetvete vlerësimin tim një atentat jo vetëm ndaj tij si avokat për të ushtruar demokratikisht dhe lirisht profesionin, por ndaj gjithë avokatisë në territorin e vendit. E për këtë natyrisht duhet të ketë një qëndresë jo vetëm tonën si dhomë e si avokat, çka si thua e ka marrë hapin e parë, por duhet të ketë një reagim sa më të shpejt në mos të çastshëm të institucioneve, duke filluar nga prokurori i rrethit Universitetit, prokurori i rrethit të Elbasanit, të lirojë në mënyrë të menjëhershme e të jap fund këtij absurdi të sjelljes së oficerit të policisë gjyqësore, që por vlerësimin tim ka kryer një vetvrasje profesionale e duhet marrë fund karrierën e tij si oficer policie gjyqësore apo e saj, sepse është grua, por nëse është vetëm iniciativa e saj reduktohet këtu, do ishte gjysma e keqes. Nëse është një ndërthurje individësh me veshje, me petk të prokurorit apo gjyqtarit që realizojnë një veprim të tillë barbar në aspekt të lirisë së ushtrimit të profesionit të avokatit, edhe ata duhet të kenë fundin e tyre të karrierës në mënyrë sa më të shpejtë. Po kështu tash institucionet që kanë në dorë fatin e këtyre njerëzve duhet të reagojnë në mënyrë të menjëhershme, sepse është një ngjarje shumë serioze e cila nuk mund të kalohet kështu me një sy mbyllur. Ka një bojkot 5 ditor nga dhoma e avokatisë, nga grupi drejtues i tyre, i cili është firmosur ditën e sotme, prezantuar edhe nga zoti Haxhia, nëse nuk gabohem, po Regjia më ndihmon, kjo është. Ndërkohë flitet për një pezullim të seancave penale për një javë 5 ditë. Është ky një lloj unanimiteti dhe një lloj qendrese e avokatëve për të shprehur indinjatën e tyre ndaj gjithë situatës në fjalë, që mos shërbej dhe si shembull për situata të ngjashme që mund vinë më vonë, se nuk besoj vetëm për rastin konkret, zoti Visha. Mendoj që është një vlerësim i njëjtë jo vetëm i avokatëve, dhe paneli juaj aty dhe përgjithsisht opinioni në atë çka është shprehur në rrjetet e medias, ka shprehur eksaktësisht njëjtin njëjtin qëndrim në mbrojtje dhe në mbështetje të avokatit e në mospranim të hapur të një shkelje flagrante të lirisë së tij të bërë nga autoritetet e policisë gjyqësore të Elbasanit. Kështu që nga pikpamja e vlerësimit të gjës, unë mendoj që pakush do dilte kundër, e gjithkush do synonte që kjo ngjarje të mos kalojë pa ndëshkim, ndryshe për mua është një atentat në avokatisë e një fund i mundësisë për të ushtruar ne si avokat lirisht profesionin në mbrojtje të drejtave të qytetarëve në fatë e gjyqeve.
Zoti Visha, cili është hapi i radhës në mbrojtje të zotit Bariami? 24 orë kanë kaluar aktualisht që po flas, apo jemi në prag të 24 orëve, ndërkohë që... Po bëjnë 24 orë të dyta, kanë filluar të dytat që prej orës 17:40 që teorikisht është bërë ndalimi, por e them që zoti Bajrami është mbajtur në ambientet e policit gjyqësor më gjatë se sa 4 orë para se shkojnë të ndalimi, pra verbali i parë i firmosur nga oficeri ka një interval kohor mbi 3 orë të realizuar për ti, kështu që kanë kaluar jo vetëm 24 orë, por janë të dytat si të tilla, e thash unë e ftoj prokurorin e rrethit, në mos prokurorin e gatshëm që ka kazusin, që të reagojnë në mënyrë imediate me lirimin e tij. Në mos, pastaj do duhet përballja sa më shpejt në gjykat, ku natyrisht është mbrojtja do synojë evidentimin e këtyre shkeljeve dhe konsiderimin e palishmërisë të ndalimit të bërë ndaj zotit Bajramit. Ka një vakuum në rregullimin ligjor, ka një mos përcaktim të saktë pasojë që duhet të ketë oficeri që realizon ndalime administrative, apo qoftë edhe individi që realizon në veshjen e prokurorit që realizon ndalime të karakterit procedural, kur këto konsiderohen palishme nga gjykata. Pak herë, në mos asnjë rast pak të nuk di unë, ku autoritetet që kanë realizuar ndalimet palishme kanë gjetur më pas shpagimin nga pikpamja e drejtësisë bërjes për këtë aksion penal të palishëm tyre, qoftë në aspektin disiplinor, qoftë në aspektin penal. Ky është një kazus ku jo vetëm duhet prodhoj të pasojë për të gjën, por duhet bëhet shembull nga pikpamja e ndërhyrje në ligj për të realizuar sa më drejt edhe me dëshkim penal madje veprime të tilla të karakterit absurde të pa drejt për shtetasin. Zoti Visha, faleminderit shumë për kohën. Juve, përshëndetje në gjithë. Se duke qenë se kisha një lidhje të shkurtër, doja që t'i jepja pak ndoshta edhe ngjyrimin e zotit Visha sa i përket dhe situatës dhe fjalë, duke qenë se po e ndjek nga afër edhe çështjet për të kuptuar dhe se si janë edhe procedurat e mëtejshme të tij. Ishim duke diskutuar së bashku